Libri i Psalmit, kapitulli 59 dhe vargjet nga 1 deri në 17. Më çliro nga armiqtë e mi, o Perëndia im, më vër në një vend të sigurt aty larg atyre që ngrihen kundër meje. Më çliro nga ata që bëjnë paudhësi dhe më shpëton nga njerëzit gjakatar. Sepse, ja, ata më ngrejnë prita, njerëz të fuqishëm mblidhen kundër meje pa ekzistuar, o Zot, ndonjë faj apo mëkat nga ana ime. Megjithse nuk ekziston ndonjë gabim nga ana ime, ata nxitojnë dhe përgatiten, zgjohu që të më vish në ndihmë dhe shiko. Prandaj ti, o Zot, Perëndia i ushtrive, Perëndia i Izraelit, zgjohu për të ndëshkuar tërë kombet, mos fal asnjë prej atyre që veprojnë në mënyrë të pabesë. Sela. Ata kthehen në mbrëmje, ulërin si qenë dhe sillen nëpër qytet. Ja, ata nxjerrin fyrje nga goja e tyre, kanë shpata mbi buzët e tyre dhe thonë, kush na dëgjon? Por ti, o Zot, do të qeshësh me ta, do të tallesh me të gjitha kombet. O forca ime, do të shikoj ty, sepse Perëndia është kështjella ime. Perëndia im i dëmshur do të më dalë përballë, Perëndia im do të më bëjë të shoh atë që dëshiroj mbi armiqtë e mi. Mos i vrit që populli im të mos harroj, në saj të fuqisë sa të lëri të enden dhe rrëzoi, o Zot, mburoja jon. Për mëkatin e gojës së tyre dhe për fjalët e buzëve të tyre i zënd laku i kryelartësisë së tyre, për shkak të mallkimeve dhe të gënjeshtrave që thonë. Asgjësoj në zemërimin tënd, asgjësoj dhe mos qofshin më, dhe le të dinë që Perëndia mbretëron të Jakobi dhe deri në kufijtë e tokës. Sela. Në mbrëmje ata kthehen, ulërin si qenë dhe sillen nëpër qytet. Enden për të kërkuar ushqim dhe po të jetë se nuk e gjejnë për të ngrënë, e kalojnë natën duke u ankuar. Por unë do të kremtoj fuqinë tënde dhe në mëngjes do të lëvdoj me zë të lartë mirësinë tënde, sepse ti ke qenë për mua një kështjellë dhe një strehë ditën e fatkeqësisë. O forca ime, ty do të këndoj lavdet, sepse ti, o Perëndi, je kështjella ime, Perëndia që ka mëshirë për mua. Libri i Psalmit, kapitulli 59 dhe vargjet nga 1 deri në 17. Nëse dëshironi të shihoni dashurinë e Zotit Jezu Krisht, ju lutemi në emër të Krishtit, paqtohuni me Perëndin. Sepse Perëndia e deshi aq shumë botën, sa dha birin e tij të vetëm lindur, që kushdo që beson në të mos humbas, por të ketë jetë të përjetshme. Mesia do të vuante dhe të ringjallej nga të vdekurit ditën e tretë, dhe në emër të tij do të shpallej pendim për faljen e mëkateve në të gjitha kombet. Sot, nëse e dëgjoni zërin e tij, mos i ngurtësoni zemrat tuaja. Tani është koha e pranueshme, tani është dita e shpëtimit. Zotërin, çfarë duhet të bëj që të shpëtohem? Beso në Zotin Jezu Krisht dhe do të shpëtohesh ti dhe familja jote. Nëse rrëfen me gojën tënde se Jezusi është Zot dhe beson në zemrën tënde se Perëndia e ringjalli prej së vdekurish, do të shpëtohesh. Pendohuni dhe secili prej jush le të pagëzohet në emër të Jezu Krishtit për faljen e mëkateve tuaja, dhe do të merrni dhuratën e frymës së shenjtë. Nuk ka shpëtim në askënd tjetër, sepse nuk ka asnjë emër tjetër nën qiell të dhënë njerëzve me anë të cilit duhet të shpëtohemi. Ka një Perëndi të vetëm dhe një ndërmjetës midis Perëndisë dhe njerëzve, njeriu Krishti Jezus. Hiri i Zotit Jezu Krisht, dashuria e Perëndisë dhe bashkësia e frymës së shenjtë qofshin me ju të gjithë. I vetmi Perëndi i urtë, shpëtimtarit ton, i qoftë lavdia, nderi, sundimi dhe pushteti, tani e përgjithmonë. Faleminderit dhe amen. Jehona e Agapaos. Dëshmi që ka përcejnë kufi.